Ju jeni kryetari i gjykatës apelimit tam dhe pas mbarimit të këtyre zgjedhjeve, sipas statutit, automatikisht doktori do me thënë digjet ai sinjali dhe jep të dorëheqjen. Jo, nuk është kështu. Bie. Ja, sekond, ta mbaroj. Jo, nuk është, niset, okej. Jo, ju mund ta interpretojnë si doni, po. Jo, ta analizoj unë, dakor. Ja, sekond, më analizo, po ta mbaroj unë. Se do ishte për popullatën do ishte më mirë që automatikisht binte ai Chelsea dhe doktori zgjidhej prapë me sa ai zgjidhet kur doj. Po, edhe popullatës i thuaj që statuti e ndalon të rizgjidhet. E ndalon pastaj të vi. Po jo, po gjendeshin arsyet që janë vjedhur votat. Ajo thot kështu që në rast të zgjedhjeve lokale ai rikonfirmohet me zgjedhje. Në rast të zgjedhjeve të kështu ai jep automatikisht. E pas kanë ndërlikuar shumë të statutin këtë. Po pra. Si ishte shpjegimi? Jo, më bëhet qefi në fakt që Ergysi e di kaq mirë statutin e Partisë Demokratike. Këtë nënt paktën e ditë. Okej, po prandaj thash si duket marrëdhënia me ish kryetarin e Partisë Demokratike. Po edhe mund të kishte se, shiko, se cili bën marrëdhënie me këtë doj. Patjetër, nuk e thash. Marrëdhëniet të këtij lloji nuk janë fare ndaluara. Po unë nuk. Po mos ka marrëdhënie fare, po gjithsesi Jo, nuk e thash fare në kuptimin pejorativ. Atëherë, unë mendoj që aty ka një nen që flitet për dorëheqjen e pakushtëzuar, pra në kuptimin që nuk lejohet më që kryetari i partisë të futet, por kjo nuk lidhet me ndërprerjen e mandatit. Pra, zoti Berisha ka një mandat 4 vjeçar, të mandatuar nga demokratët, dhe nuk është rasti paralel me vitin 2021. Pra, që zgjedhjet e përgjithshme shkonin paralel me zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike. Zoti Berisha është zgjedhur në 22 maj të 2022-shit dhe mandati i takon në 22 maj të 2026-s. Deri në 22 maj të 2026-s, patjetër që do rrjedhin ujëra, patjetër që do ketë ndryshime mbase edhe brenda shtatorit, asgjë nuk dihet se çfarë do ndodhi. Por unë vazhdoj të qëndroj. Me përshim e doktorit që do jetë aty gjithmonë. Për mua... A i thot ikën automatikisht. Jo, pra, jo. Kjo fraza ikën automatikisht, sa do me thënë? Po pra, në 2026-ën, a i nuk ka të drejtë më të kandidoj. A do me thënë në interpretimi, ikën automatikisht është që kur vjen koha. Ikën automatikisht mas një vit. Jo me automatikisht. Nëse doni, unë ja bëj dhe publike statuti, nuk thot në mënyrë absolute që ikën automatikisht. Po thot, mirë më mirë, unë po them që a thot statuti tani. Kur të vi Berisha, mund ta përgjigjet Berisha në mënyrën e vetë. Juridikisht, atëre ka një mandat... Ose ka ndryshuar dhe këto? Më falë. Ka njërës që bëjnë statutin pas i zgjidhjen e këshuar? Jo. Ka një statut. Atëre, ka një mandat i cili është marrë nga 24.000 votus, dhe do respektojnë të 24.000 votusët që kanë vendosur për kryetarin, por edhe për mua personalisht si kryetare gjykate, unë mendoj që përveç se dohet bërë një analizë e fortë brenda Partisë Demokratike, unë mendoj që duhet bërë dhe një ristrukturim i fortë i gjithë strukturave, do me thënë, përveç kryetarit i cili për mua në këndvështrimin tim është një figurë e domosdoshme sot në Partinë Demokratike. Duhet të ri patjetër, thuaj. Patjetër. Të gjithë janë të lëvizshëm. Të gjithë të tjerët nga Berisha e më poshtë në këndvështrimin tim duhet lëvizje dhe duhet ketë lëvizje të forta dhe drastike, duke përfshirë patjetër pse mos përfshihet në struktura drejtuese, për shembull doktor Ali Mehmeti e treguan që e duan strukturat e partisë. Jo, ma aty e kini ju pas 4 vjetë që përdorni prapë, të gjithë deri kytë listë e hapur, merë 20.000 vota, ja u sjell prapë. Unë nuk flas për 4 vite mbas, unë flas për shtatorin e 2000. Tani ti jetë aty tu ati në departament. Unë them për shtatorin. Tras Gjekmarkut këtyre, tjetë dhe doktorin... S'kap se tjetë zëm Gjekmarka i faren, ku mund të... Tatemun. Edhe unë. Atëre unë them që shumë mirë, një detyrë shumë të rëndësishme, mund ta bëj doktor Ilir Ali Mehmeti dhe deputetit vazhdoj punën e vet. Unë kam një qasje tjetër në këndvështrimin tim. Për mua në shtator, ristrukturimi i Partisë Demokratike duhet bëj
përveç kësaj... Me përjashtim? Me përjashtim të doktorit, po, dhe në strukturat e partisë... doktor Berishës... Me përjashtim të doktor Berishës... Në strukturat, ja ta them mendimin tim personal, në strukturat drejtuese duhet jenë të gjithë demokrat që kanë kontribuar, po që nuk kanë mandat deputeti. Pra, të ndahet pjesa që janë mandat, të vazhdojnë me legjislaturën, pjesa tjetër të vazhdojnë me drejtimin e Partisë Demokratike. Ky është mendimi im personal, të cilin do ta shpreh edhe në mbledhje, dhe gjithmonë kam qejf që të flas në organizma, në institucione, t'jap dhe propozimet e mia. Pastaj, se si vendos partia, kjo s'është në dorën time. Si vendos doktori, thuaj se partia... Jo, e ke shumë gabim në mbledhjet e Partisë Demokratike, ka debat, ka kundërshtime, ka dhe marrje mendimesh, kështu që nuk është kaq sa shitet në publik, por realisht mendoj që është shumë serioze që ne duhet fillojmë të bëjmë analizën ku ishin gabimet tona. Ky është mendimi im. Në 26.8 të statutit, Në 26, po? thot që në rast se pas shpalljes rezultatit të zgjedhjeve të përgjithshme për kuvendin, partia rezulton nuk rezulton forcë fituese qeverisëse, mbaron mandati përfundon me njëherë. Dhe automatikisht për shkak të... Përfundoka me njëherë mandati dhe automatikisht? Apo mos e kemi nisur këto ditë? Kryetari që i përfundon mandati nuk i lejohet kandidimi në zgjedhje pasardhëse për kryetar partia. Kështu që nuk përcaktohet i mbaron mandatin. Me njëherë, thot. Bëhet me njëherë. Dhe na bie doktori këtu automatikisht. Por, thot Adriana, ka dhe një interpretim. Ose mund ta kenë ndryshuar më. Apo është kjo, ti e kishe të vjetër këte, apo në një mund të kenë ndryshuar këto? Sa po statuti që është në fuqi. Statuti që është fuqish kë? Në faqen zyrtare për Partisë Demokratike. E po që kanë në fuqi. Mos nuk e kanë bërë kështu, update. Mos nuk kanë updateuar faqen apo? Mos nuk është updateuar dhe... Jo, po si kanë mendu për Me njëherë, thot. Nuk thot që... Me njëherë. Kur i mbaron, nuk kanë Adriana, Zoja Kalaja vetëm një gjë. E kuptoj që në një moment caktuar doni ta mbroni partinë, doni ta mbroni liderin. Kjo është një oportunizëm elegant, por ky oportunizëm elegant nuk e ka ndërgjegjen brenda. Nuk mundesh me bë betejë politike me ndërgjegje të lartë nëse e ndërton një rrëfim tjetër nga ajo që ju e dini mas mirti, leximin e aktit juridik. Për faktin që ju e amnistoni liderin, kjo nuk ju e jep të drejtë që të hyni dhe të shkarkoni të gjithë ata të cilët nuk kanë treguar rezultat. Në kuptimin e shkarkimit, po thëmë nga që thea reforma të rëndësishme në shtator. Ajo që mu më shqetëson është që u trimrova me deklaratat e tua, u trimrova me narracionin tënë, u ndiva mirë gjatë këtyre ditëve që ke pas deklarata të cilët tregojnë fuqin e një gruaje, fuqin politike, por kjo që thea tash në këto fjalit e fundit, po më shqetëson për arsye se nuk po dilni në lëkurën e përgjithësisë për treguar fajsinë e vërtetë. Dakor, po ti nuk e qenë këtu të 35 vjetët e para dhe e dyta ti ke jetuar 35 vjetë. Edhe në kohën që jetonim kohën e Enverogjës në këtu ti ishe me Titon. Tito ishte njeriu më liberal. Nuk ishte liberal. Po ishte liberal i madh në raport me që kemi patur ne. Mos i kërko, zonjës Kalaja gjenë që... Jo, se kam problem fare unë. Zoja kërkon gjëra Zoti Axhiu, unë ndërgjegjen time kam në gjithë punën që kam bërë. Në 35 vite jam me ballin lart përpara çdo qytetari shqiptar, sepse nuk kam një akuzë të vetme në kurriz. Jo ti as. Dhe nuk thash që e kuptoj parantezën. Po parantezën kjo i bie që ti pe bën këtë parantezë me arsyetua këtë oportunizëm momental. Jo, nuk është, e di pse ja po ta them me garancinë maksimale që nuk është oportunizëm. Unë flas si një person që të paktën që nga 3 qershori 2022-shit, që jam zgjedhur në krye të gjykatës Partisë Demokratike,
kam qenë non-stop në detyrë, jam përkushtuar për të respektuar detyrën që mu më takon, ndryshe nga disa të tjerë të cilët emrohen, por nuk bëjnë asgjë, dhe unë në këtë këndvështrim nuk kam fare kompleks ta pranoj. Nisur nga puna dhe ajo që bën doktor Berisha, nisur nga ajo fushat që bëri, tani nuk duhet të fshihemi mas vishtit, tani nuk duhet të heqim në gjithë të masakër e gjithë të ndikim që kishin bandat, mafia, krimi në zgjedhjet elektorale. Vetëm ajo që ndodhi në Durrës, që ndodhi direkt pas asaj, pas zgjedhjeve, kur ne e pam shumë mirë që qoftë gjykata, qoftë Spaku, duhet të ndërhynin në këta persona që janë promotor të vjedhjes votës dhe të manipulimit të vullnetit të qytetarëve, dhe ndërkohë nuk reaguan. Pra, ne këtë nuk duhet ta bëjmë sigur nuk e shikojmë. Ne nuk duhet ta bëjmë sigur nuk e shikojmë atë fushat brillante që ka bërë zotin Berisha, atë program të jashtëzakonshëm që kishte Partia Demokratike, por ne nuk jemi organizat paramilitare që do marrim armët edhe do ngrihemi tani o të mbrojmë votën o të bëjmë luftë civile. Kështu që unë mendoj për gjithë kontributin që ka dhënë zoti Berisha, të paktën gjatë kësaj periudhe që unë kam qenë pjesë e Partisë Demokratike, dhe zoti doktor Ilir Ali Mehmeti ka qenë pjesë e gjithë asaj pune dhe mënyra se si unë debatoj edhe kur i shikoj gjërat gabim, unë mendoj se sot Partisë Demokratike i duhet Sali Berisha, të paktën në këndvështrimin tim, deri në momentin kur të mbaroj mandati i cili e ka zgjedhur për një 4 vjeçar nga demokratët. Dhe këtë nuk e kam fare për oportunitet, Sali Berisha do të më mbet. por dhe këtë e them, nuk e them për oportunitet. Tu e pajtoj jo ti, po të pajtojët edhe zoti Sali Berisha nuk lëviz o zotërisë, nuk varet as nga Adriana, as nga ty dhe as nga Unë kam njerëzit. këndvështrimin ndryshe, një javë më herët këtu kam thënë që fituesi vetëm i këtyre zgjedhjeve nuk është Partia Socialiste e Edi Rama, është vetëm një njeri. Se mori atë që donte. Sali Berisha e mori atë që donte. Dhe unë pajtohem me ty që duhet Çështja që kanë humbur Adriana dhe këta tjerët mo. që duhet Po që doktori i mori që donte këta e din gjithë. Ka humbur Ali Mehmeti, ka humbur Adriana, ka humbur tjetri. Këtu është problemi. Zoja Kalaja. Po doktori dhe ata të thesin mbyllur, janë në rregull. Zoja Kalaja, atë që duhet, që e kam bindje, që zoti Berisha do të mbetet për 2 arsye. Arsyeja e parë është që ju në Partinë Demokratike nuk e keni mërri ende fundin. Ose prekjen e dyshemes. Po të shkojmë me kese ka? Dhe jo, ka ma ketë se kaq, ka ma ketë se 50. Veç kur e prek një dyshemen do kuptoni se sa gabim keni bërë që Jo, po ajo ka marrë rrugën tash. Friga se Partia Demokratike do të qatë me ikjen e Berishës, unë mendoj që është pashtu gabim se unë peshon nën vetëdia juaj, po thot që duhet ta kemi Berishën se kjo parti do të shkërmoqet. Nëse duhet shkërmoqet për shkak të njeriu le të bëhet. Por kjo frigë nuk e arsyeton këtë oportunizëm. Debat po bëjnë me zotin Kalaja se është e vetmja e cila po artikolon problemin. Kolegu ynë ku vetet e ti shumë i rëndësishëm, shkon dhe ti, edhe mund të jesh nesër pas nesër, ai i thoshte që u shkatrua Partia Demokratike. Kolegu Fevziu më e mora unë telefon, ku si mbaroj. Sa shkatruat Partia Demokratike, thani që ose ikën. Nuk mendon vetëm Adriana kështu më. Një pjesë e një e popullatës dhe njerëz të rëndësishëm të tregut medias të gjithë. Nuk e kam vetëm në atë këndvështrim. Nuk e kam vetëm në kuptim të shkërmoqjes Partisë Demokratike. Unë mendoj që zoti Berisha i duhet Partisë Demokratike për kontributin që ai jep, për punën që ai bën, ndërkohë që të gjitha ata të tjerët, qoftë dhe 50 deputetët që kanë marrë mandate, janë të ndryshuar. 1% nuk bëjnë të punës së Berishës dhe ky është fakt. Kështu që unë mendoj se aq më shumë në situatën që ndodhemi ne, por ajo çfarë ka rëndësi për Partinë Demokratike është që të futet në një proces të drejtë reformimi me një garë të ndershme që në të gjitha strukturat e Partisë Demokratike të jenë njerëz të rinj, fytyra të reja, njerëz të cilët
kanë kontribuar gjithë të vite në Partinë Demokratike, dhe pse jo t'jenë një format tjetër për para publikut, jo vetëm atij demokrat, për cilë një mënyrë tjetër se si... Një lider i cili i shkatron primaret, duke nru emra, duke... Po pse duhet ja vëm fajin vetëm ne? Unë nuk jam atë. Lideri është ai cili... Jo, nuk jam fare. I cili e përcakton shijen e qeverisjes. Jo, absolutisht jo.